Korça është kthyer këto ditë në qendrën ndërkombëtare të video artit me çeljen e edicionit të 4 të John Mili Video Art Festival. Aktiviteti që do të vijojë deri më 15 qershor ka bërë bashk artist, kineast dhe krijues nga vende të ndryshme të botës, të cilët prezantojnë veprat e tyre në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të qytetit. Janë artistë shqiptar sigurisht, por edhe ndërkombëtar, të cilët sjellin inovacion në video art, në video, në formatin e videos, eksperimentale, narrative, gjithashtu. Kështu që pritet shumë diversitet nga kjo ana, temat janë shumë të ndryshme, pavarësisht se sigurisht festivali ka një temë që i përmbledh të gjitha, por që ka shumë specifika pastaj secili artist që vjen në atë formën e vet me narrativën e vet. Festivali ofron një program të pasur me video art, filma të shkurtër, dokumentar, ekspozita dhe projeksione artistike, duke krijuar një hapësirë dialogu mes artistëve dhe publikut. Është shumë emocionuese sepse është hera e parë që jam në Shqipëri dhe deri tani, përshtypjet e mia janë vërtet shumë të mira. Jam shumë e lumtur për ftesën dhe që kam mundësinë të prezantoj punën time këtu. Vepra që po prezantoj nuk është shumë e re, është relativisht e vjetër, e realizuar në vitin 2021. Bëhet fjalë për një shatërvan që kam krijuar duke përdorur trupa të ndryshëm njerëzor. Është realizuar me performues. E kam krijuar në Vjenë, në Austri, ku jetoj dhe punoj aktualisht, megjithse vi nga Spanja, nga Barcelona. I organizuar në vendlindjen e John Milit, festivali synon të promovojë krijimtarinë bashkëkohore dhe shkëmbimin kulturor ndërkombëtar, duke vendosur Korçën në hartën e aktiviteteve artistike me rëndësi globale.